نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أفلنرم الله سبحانه وتعالى ata falenderojmë me një falënderim I cili përket vetëm atij vetëm pashok. Dërgojmë paqe dhe salavatin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi zotërinë e gjithë njerëzimit, mbi më të mirin e pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik, edhe të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit pa shpikje dhe devijime. E më pas, thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, ju që keni besuar, fiksojnë Allahu subhanahu wa taala dhe mos disni ndryshe, mos ju gjej vdekja juaj vetëm se duke qenë besimtar musliman, vetëm se duke qenë në Islam. E më pas, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor, thot përsa I përket ensarve dhe muhaxhirin, sahabëve, ata të cilët emigruan që nga Meka për në Medinë, cilët I lanë vendet e tyre për të ruajtur këtë fe, për të ardhur në ndihmë kësaj feje. Edhe pse Allah subhanahu wa ta'ala nuk e lë fen dorën e njeriut, por për të parë se çfarë do bëjnë njerëzit. Dhe kështu Allah subhanahu wa ta'ala thot për ta që emigruan që nga Mekka në Medinë. Dhe thot për ata të cilët I pritën këta emigruesët. Dhe thot ata të cilët I pasun këta vepra të mira, radiyallahu anhum wa radu an. Me të gjithë këta Allahu azza wa jall u kënaq. Allah subhanahu wa ta'ala u kënaq me të njerëz. Dhe gjithashtu këta u kënaqën me Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, çfarë pas nuk do të njerëz që Allahu azza wa jalla u kënaq me këta. Kush qeran me njerëz? Pastaj çfarë bëri Allahu azza wa jalla që edhe këta u ndjen të kënaqur me Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu sot e lën Allahu azza wa jalla këto dy hutbe, këto dy pjesë të hutbeve do t'ia kushtojnë këtyre njerëzve. Kush qeran këta njerëz? Të cilët e kanë merituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Se siç e dini të gjithë, nuk është e lehtë që ta meritosh kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk ka nder më të madh që Allahu të kënaqet me ty. Për shkak se nëse kënaqet, atëherë normalisht, domethënë siç shpresohet që I përbanove xhenetit. Se nuk ka mundësi që një njeri që Allahu është I kënaqur me të ta lënë zjarr xhenetit. Apo ta lë të humbur në këtë botë. Përkundër se ai është I lumtur si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Kështu që ne Pelin Allahut I kemi zgjedhur disa fragmente të shkurtra nga historia e sahabëve edhe tabiinëve apo ata që erdhën pas tyre. Me qëllim se këta I ka përmendur Allah subhanahu wa taala në këtë libër kuranor, që Allahu u kënaq me këta. Atëherë të shohim se çfarë vjen për shkak të këta. Unë I kam përzgjedhur vetëm disa prej tyre, edhe pse disa domethënë janë njohura, mirë ato që I kam përzgjedhur nga dietarët që I kanë saktuar këto histori apo këto ngjarje që I përmendin. Edhe pse shumica e tyre që I përmendin janë përmendur tek libri Rifat al-Basha, është një prej dietarëve që ka shkruar fragmente nga jeta e sahabëve. Ai ka përmendur domethënë pjesën dërmuese të këtyre historive. Është libër I bukur, unë I këshilloj juve që ta lexoni këtë libër, se më vërtet ka shumë përfitime tek ai libër. Normalisht kur lexohet domosdoshmë një fragment e një sahabi ose një hadith nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lypet nga të gjithë që të meditojnë. Pse? Si? Medito. Pastaj pyet. Pyet se ndoshta edhe ku kam gabim. Po meditoni se Allah subhanahu wa taala u kënaq me ta. Pa unë do ngjarja e parë erdhi
një person tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Erdhi dhe ishte njëri shumë i varfër. Ishte fukara, në kul. Edhe i erdhi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me një cep rrushi në dorë. I erdhi edhe donte që t'ia bënte dhuratë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të veshin, kalaveshin rrush. Edhe i afrohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O dërguar i Allahut, e ke dhuratë për ne, ta hash." Edhe ishte i emocionuar sahabiu se e donte shumë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E kishte frikë se mos e refuzonte, ose kishte frikë se mos ndodhte diçka, po donte që ai e kishte ndarë mendjen që këtë kalaveshën e rrushit e jepte profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu e merr profeti, u gëzu shumë sahabi, u gëzu. Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam merr një kokër dhe provon. Pastaj e merr një kokër tjetër, ta ha atë, pastaj duke fol profet, avash e mërë gjithë kalaveshën e rrushit. U ndje shumë i kënaqur sahabiu. Po i ngeli si përshtypjes sahabëve të tjerë, se thanë nuk ka bë asnjëherë vaki në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që të vinte diçka mos e ndante me ne. Nuk ka bë vaki ndonjëherë që të vinte një dhuratë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam mos e ndante me sahabët. Në këtë rast nuk i dha. U ngritë për sahabët, pasi që iku ky i varfër, i tha: "Ja Rasulullah, o profeti i Allahut, tha bëre diçka sot që se ke vepruar asnjëherë në jetën tënde. Nuk ka ardhur në dhuratë vetëm se e ke ndarë me ne. Sot ka të pa ndryshë të tjera nga gjithë vetë, si edhe shokëve të tjerë." I tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ky kalavesh i rrushit që i dha ishte i tharë, nuk ishte i mirë. Ishte i tharë, nuk ishte i mirë. Dhe unë dore që ta haja gjithë vetë, se nëse do merrte dikush nga ju kishte për ta përbuzur atë kalaveshën e rrushit. Edhe i varfi do të njehej të keq. Kështu që unë mendova që këtë ta ha vetë edhe me qëllim që ta gëzoj atë që më dhuroi. Për shkak se nëse do ta merrshit ju, kishte mundësi me fjalë që i shifte ke ju pa kënaqësi, e do ndihesh e keq, ose do të hidhërohesh apo diçka. Kështu që tha unë vendosa që ta ha gjithë vetë, edhe kështu i mbyllin problemet, edhe sahabiu ndihesh i kënaqur. Subhanallah, edhe nxjerrin dietar domethënë përfitime se çfarë morali ka pas profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çfarë morali se si sillesh ai me sahabët. Si i edukonte ai të njerëz. Si i edukonte ai të njerëz. Gjithashtu domethënë një moral i lartë që shifet këtu në ky hadith, shifet morali i sahabëve. Nuk i thanë direkt e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ç'a ndodhi, por e panë që pas që iku ai sahabiu tjetër i varfër, atëherë me një edukat shumë të lartë tha: "O profeti i Allahut, ke bërë diçka që s'e ke bërë më përpara." Tregon tu moralin e lartë, edukatën e madhe që kanë pas sahabët ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu tregohet këtu edhe serioziteti i madh dhe burrëria e madhe që ka pas Muhamedi alaihi salatu wasallam ndaj sahabëve. E respektoheshin shumë. Saqë ai ndjeshte se a do ta pranoj këtë dhuratë apo jo, do ta hajë ai apo jo. Kur ai profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam filloi të hante, u ndi i kënaqur sahabi. Subhanallahu te njerëz. Gjithashtu Enes ibn Nadr ka qenë një prej sahabive të tjerë. Allahu qoftë i kënaqur me të. Ky nuk prezantoi, ka qenë një prej atyre që nuk prezantuan luftën e Bedrit. Në betejën e Bedrit ky nuk prezantoi. Dhe mendohet që të qenë një prej atyre që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i bëri hijrë, i largoi atë. Po për shkak se u pendu, atëherë çfarë tha ky sahabi i nderuar dhe i madh? I tha profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, o profeti i Allahut, sawfa yara Allahu madha sa'asna." O profeti i Allahut, do të ka për ta parë Allahu azza wa jalla se çfarë kam për të bën luftën e Uhudit, sepse ishte afër lufta e Uhudit. Luftë tjetër, një betejë tjetër. Tha o profeti i Allahut, unë nuk prezantova luftën e Bedrit, por me lejen e Allahut, Allahu ka për ta parë se çfarë kam për të bën, se çfarë kam për të vepruar unë luftën e Uhudit. Edhe kështu
Këtë ngjarje e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihe të saj. E ka transmetuar këtë ngjarje Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe kështu ky sahabiu takohet me një prej sahabëve të tjerë. Sa'd ibn Muadh, edhe ky një sahabi shumë i nderuar. Dhe i thot ti Sa'dit, o Sa'd, thot, unë në luftën e Uhudit thot ndi herë në xhenetit. Unë jam përmalluar, e ndi herë në xhenetin e Uhud, në të vend që organizu kush betejë. Dhe kështu thot u vërsul derisa dha shpirt. Dhe thot transmetuesi i ngjarjes, Enes radhiyallahu anhu, thot mbi 80 goditje i ka marrë në trup, thot, me shigjeta, me shpata dhe shpiza, thot. E masakron mushrikët, thot, aq keq, aq shumë se që asnjë pas luftës bëhet fjalë, asnjë nga ne nuk e njohi këtë person, nuk e njihte. Nuk e njihshin më domosdoshmë për shkak se u masakruan. E njofti thot Enes radhiyallahu anhu, e njofti këtë vetëm motra e tij, e cili e njofti nga gishtërinë e dorës. Vetëm ajo dhe e njofti që vërtet ishte ky Enes ibn Malik. Allah të kënaqë. Prandaj dhe Allah azza wa jall zbrit ajetin kuranor. Min al-mu'minina rijal. Prej besimtarëve kishte burra. Subhanallah. Prej besimtarëve kishte burra, të cilët e realizuan atë besë që i kishin dhënë Allahut, atë premtim që i kishin dhënë Allahut subhanahu wa taala. Saqë dhe dhanë jetën për Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa ka për atyre të cilët e presin atë me u realizuar besë që kishin dhënë Allahut subhanahu wa taala. Po të shofësh, edhe thotë Enes radhiyallahu anhu para se të kalojë profetin e ajetit, thotë Enes thotë ne mendoshin në shokët e profetit, mendoshin se ky ajet ka zbritur thotë për Enes ibn Malik. Për shkak se ai premtoi, çfarë tha, jo profeti i Allahut. Vërtet unë dhe nuk prezantoi. Unë nuk prezantoi. Për disa arsye që ndodhen në fjalë, tha mirë po ka për të pa Allahu azza wa jalla se do të bëjmë punë. Edhe kështu premtoi. Premtoi dhe realizoi. Atëherë Allahu zbriti ajetin kuranor për i besimtarëve kishte burra. Domethënë, Allahu azza wa jalla ndërmjet meshkujve ka zgjedhur, i ka bërë disa burra, nuk i ka bërë gjithë. Vetëm pse gjithë gjinja maskullore, por gjithë janë meshkuj për shkak. Por se Allah subhanahu wa taala tha prej tyre, prej kësaj pakicë kishte burra. Domethënë, burrat janë ata të cilët janë në rregull, i kanë në rregull raportet me Allahun azza wa jalla. Janë në rregull me Allahun subhanahu wa taala. Dhe nuk mundet që të jetë dikush burr se për shkak se marrë serioziteta ku është çerësyzi i tij, ju popullore. Jo, burri vërtet është ai i cili është burr me Allahun azza wa jalla. Është burr me Allahun, me fenë e tij. Ta janë burra, për shkak se vetë Allahu azza wa jalla nga gjithë sahabët thotë për atyre kishte burra. Nuk se meshkuj, por për ata veçoi vetëm disa burra. Prandaj në mrekullive të Kuranit, një mrekulli që Allahu azza wa jalla ka folur në ajetet kuranore. Ka thënë: "Wa qalat al-a'rabu amanna." Arabët e shkretëtirës në atë kohë pretendoshin besimin e sahabëve. Thoshin që ne jemi në besimin e llojit të sahabëve. Prandaj Allahu tha arabët pretendojnë, thanë që besuan. Po faktikisht ata s'kan besuar. Prandaj tha, thuaj që ne thjesht jemi nënshtruar, por se besimi akoma s'ka hyrë në zemrat tona. Ja mohoi Allahu azza wa jalla besimin, por se i pohoi Islamin. Ka mundësi që njëri mos jetë besimtar, por është musliman. Për shkak të gjunave të tepërta, i kanë emër besimtar. Besimtari është ai i cili, besimtari vërtet është ai i cili i realizon të gjitha urdhët e Allahut dhe largohet nga haramat. Po ai që bën të haramat, për shembull, ka mundësi që të quhet musliman. E qartë? Edhe kështu Allahu subhanahu wa taala i është drejtuar këtyre arabëve me foljen femërore. I është drejtuar këtyre arabëve me foljen femërore. Wa qalet, në gjuhën arabe përdoret qalet për femër, për një femër. Kështu që Allahu azza wa jalla i ka përdorur gjinin femërore me burrat, për shkak se nuk e thanë të vërtetën ata. Nuk ishin të vërtetë me Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa çfarë tha për një femër,
në kohën e Jusufit alayhi salatu wassalam, e cila e tha të vërtetën në ngjarjen e Jusufit, e tha të vërtetën, atëherë Allah subhanahu wa taala tha wa qala niswatu fil Medina. Ajo gruaja e qytetit tha pas e vazhdon historia. Domethënë është drejtuar Allah subhanahu wa taala kësaj femre me foljen e gjinisë maskullore. Pse kështu? Pse kësaj femre Allah azza wa jall i është drejtuar me foljen maskullore, gjinia maskullore. Ndërsa arabët që ishin burra, ju drejtuar me foljen gjinisë femërore. Thon dietarët, ai i cili e thot të vërtetën, është i vërtet me Allahun, e thot fjalën e vërtet, hakun, yestahik, e meriton që të jetë të ngrihet në gradën e mashkullit apo të burrit edhe nëse është femër. Ndërsa ai i cili i tremet hakut nuk e thot vërtetën, ai thot e meriton që të jetë në kategorinë e femrave edhe nëse është mashkull. Atëherë duket qartë në ajetin kuranor që jo të gjithë janë burra. Po burrat e vërtet janë ata të cilët, domethënë i kanë në rregull raportet me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu e shohim këtë në një ngjarje tjetër ku ka ndodhur me Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Njëherë Umeri ibn Umar radhiyallahu anhu bashkë me Afaun, bashkë me Ubejd ibn Umeri. Të tre kanë shkojnë dhe i bërë një vizit nënës besimtarëve Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Shkuan të tre dhe normalisht ka pas perde, sepse kështu flisin shokët e profetit sallam me kë, me nënët e besimtarëve që kishin nevojë një pyetje me diçka, nuk flisin ata vetëm se ndërmjet tyre kishte perde, që nuk shifeshin, po thjesht ato pyetje që kishin nevojë. Shkoni në me e tjetë e pyet o nëna besimtarëve. A ka mundësi të tregosh në një ngjarje, në një fragment nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasallam që ty të ka ngel pishman, të ka ngelur domethënë mendje, që është interesante, që është e rëndësishme. Me këto fjalë Aisha radhiyallahu anha u prek shumë të lloj qantë. U prek se i kujton jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të lloj qantë. Pastaj kur kushoj, atëherë i thot o Ibn Umar, e gjithë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e rëndësishme dhe e bukur. E gjithë jeta ti kështu ka qenë. Por po veçoj një natë. Njëherë më erdhi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më erdhi një natë dhe mua shua. Pastaj më tha, o Aisha, a ka mundësi që të më lësh mua të lirë të vetmohem unë me Zotin tim? Aisha radhiyallahu anha i thot, o profeti Allahu thot, pasha Allahun thot, ndjenja ime me ty të shumë e dashur. Por thot adhurimi jot që ti e bën Allahu të shakon me dashur të mua. Kështu që ti vazhdo veço me Allahun tënd. Veço me Zotin tënd. Dhe kështu do Aisha radhiyallahu anha mori abdes profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj u ngrit dhe u fal. U fal ai gjatë filloi të qante sa që ju njohën në mjekra. Ju njohën në mjekra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në frikë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ulën rukutët, ulën sejdë, çau fort sa që u njohën dhe toka. U njohën vend që binte sejdë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu vazhdoi deri në sabat, derisa ai e dëgjoi ezanin e Bilalit. Dhe kështu në momente e la namazin, mbaroi, iku për xhami. E pa Bilali radhiyallahu anhu profetin në këtë gjendje që nuk e kishte parë në herë të tjera. U friksu Bilali, thot profeti Allahu, çka ka ndodhur? Po të shoh që pas ka qenë shumë, çka ka ndodhur? Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha, o Bilal, e si të mos qaj unë, si të mos bërë në gosë unë, ndërkohë që sot më ka zbritur mua një jetë shumë madhështor. Pastaj i thot ajetin ka zbritur, inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. Nuk ka dyshim se në krijimin e qiejve dhe tokës, gjithashtu në ndërrimin e natës dhe ditës, ka argumente dhe prova të qarta për ata që logjikojnë, për të zotit e mendjes. Po ti shohësh po si ndryshohet nata e dita,
krijimin e qiellit dhe tokës ka argumente të forta që njeriu t'i fetë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë nuk ka njeri që e dëgjon këtë jetë, është mirë ai i cili e dëgjon këtë jetë dhe nuk mediton këtë jetë. Domethënë shihet këtu një moral i lartë që ka pasur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me gratë të veta, ndaj familjes së vet. Tani çfarë lidhje kishte që profeti i marrë leja ishës për të adhuruar Allahun. Mi po thon dietarët thonë që tregon një moral të lartë, një edukat që ka pas profeti ndaj gratë të tij. Saqë që mos ndihet ngushtë të bashkëshortje, por i tha me leje, o bashkëshortje im, o ai, a ka mundësi të blesh më të qet me Zotin tim, ta adhuroj Allahun, le vetëm. Subhanallahu, çfarë edukati që ka dhënë Allah profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam popullit me këtë njeri të madh, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që njeriu, se për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë do të ndërjush është ai i cili është më i mirë me familjen e tij. Më i mirë tek ne është ai i cili sillet mirë me kë, me bashkëshortën dhe me fëmijët, me nënën dhe me babën. Më i mirë ky është. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i parë që i zbatonte këto gjëra. Gjithashtu po të shohim një ngjarje tjetër, domethënë një prej tabiinëve që mos duket i largët ky hadith, se kush është ai njeri i cili qana i shtutë që një me knekra, kush është ai i cili qana i shtutë që një me dvondi që falet e tjerë. Po ka pas. Ka qenë Pausi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, Allahu mëshiroft, një prej nxënësve të tij Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ky është një prej komentatorëve më të mëdhenj të Kuranit. Njëherë një shoqe e nusës ti i vjen për vizitë. Domethënë, nusës së tij i vjen një shoqe e vet. Dhe duke kaluar për shtëpi, kjo shoqe prek në një tokë njomë, në një vend të njomë. Atëherë i thot kjo gruaja shoqes vet, nusës Tausit, i thot mos i lër kalamaj që të bëjnë ta ndryrin vendin e shutut për shkak se nuk bën falesh në atë vend që ndryrin kalamaj. Atëherë kjo gruaja buzëqeshte dhe tha, subhanallahu, ky është vendi që falet burri im Tausi. Gjithmonë rri i njohur për shkak se ai qan shumë përpara Allahut subhanahu wa taala. Domethënë këta ishte një njerëz që merrshë shumë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çfarë nga frika Allahut azza wa jalla. I ndjeshin këto ajete, i ndjeshin dhe e dishin shumë mirë që këto ajete zbrisnin për ne që ne të meditojmë, të marrim shembull. Prandaj, gjithsesi ti kthehet vetë sa ajete dëgjojmë ditë, sa gjëra dinë. Ka njerëz për shembull që kanë vit në Islam 15 vjet, i kanë gjuhë gjithë gjërat, po thuaj se kur flasin ne s'ka një që dëgjoni diçka të re. I kanë gjuhë gjithë ndoshta. Ose shumica aty i kanë gjuhë. Po sa ndikojnë Allah, sa ndikojnë ato gjëra, sa ndikojnë ti ty në zemrën tënde këto gjëra. Sa ndikojnë. Sa merr ti përfitim për këtyre gjërave. Sa i vëtën zbatim ato gjëra. Prandaj edhe Amr ibn As radhiyallahu anhu thotë unë kam qenë prezent kur ka zbritur ajeti kuranor, wallahu azza wa jalla për ditën e Kiametit, për ditën e gjykimit për zjarrin e xhenemit. Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtohet sahabëve dhe i thotë: "A dini ju se çfarë ditë e gjykimit, se çfarë zjarri?" Sahabët i thanë: "Allahu dhe dërguari i tij e di." Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Ajo dita kur Allahu azza wa jalla drejtohet Ademit alayhis salam dhe i thotë: O Adem, zgjidh banorët e xhenetit për xhenet dhe zgjidh banorët e zjarrit për zjarr." I thot Ademi: "O Allah, ku do të di ose kush janë banorët e xhenetit që ti përzjedh dhe kush janë banorët e zjarrit?" Atëherë Allahu azza wa jalla i thot: 999 veta për zjarrin e xhenemit dhe përzjedhjen e një për xhenet. Kur dëgjohen shokët e profetit thot Amr ibn As, kur dëgjohen këtë ndodhi, të ajet kuranor apo këtë fjalë profetit, filluan gjithë duke qarë me të madhe. Po ushitim të xhamia. Domethënë jashtë se ndikonte fjala e Allahut te këta njerëz, ndikonte. I diçka të vogël që i thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, e zbatoshin shokët e Muhamedit, për shkak se e ndjeshin, kishin zemra të pastra. Sa që një herë para luftës një prej sahabëve që lezova para hutbes, një prej sahabëve i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Dërguari i Allahut, si Allahu ndihet i kënaqur, si gëzohet me një person." Atëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thot këtij sahabiu, thot që ti të vërsulish, thot
të vërsulesh në mesin e armikëve të pa asnjë lloj frike. Në atë moment u vërsul Sabira dëshmon. Do të thënë një fjalë gjon, një fjalë gjoshin apo të mos znama. Një fjalë nuk gjoshin shumë fjalë, po një fjalë dhe e zbatosh. Për shkak se ata i kishin zemrën e pastra. Gjithashtu dhe me këtë ne përfundojmë hutben e parë, këtë ngjarje e ka përmendur imami i nderuar Imam Ibn Qayyim në Rawdatul Muhibbin, një prej librave shumë të njohur të Imam Ibn Qayyim. Thotë, në kohën e Omer ibn Khattabit, prisit besimtarëve, ka qenë një djaloshtë i cili sa ishte shif Omeri, domethënë ndihesh i kënaqur me këtë person, për shkak se ishte shumë i devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ishte i kënaqur me këtë person. Edhe gjithmonë interesohesh në herë kur zgjidhen të interesohesh Omeri, ku është ky person? Ishte shumë njëri që garonte për punë time. Një ditë për ditësh, si ka përmendur te Imam Ibn Qayyim, e shef një vajzë në rrugë. Edhe kështu fiksohet kjo vajza, thot o të martohem me këtë person ose o të bëj marrëdhënie ose për ndryshe do të nuk bëj. Kështu tenton në lidhje me këtë djalin nuk bëj gjë. Atëherë shkon tek një falltore. Kjo goca. Thot kjo falltore dhe unë marr përsipër të ngjarje, thot që ta sjell te ty. Mirë do të. Një ditë për ditësh e gjen kjo plaka, kjo falltoria, e gjen rrugës të djaloshit. Edhe i bëhet si grua e varfër dhe thot o ti djalë mirë, unë jam thot grua e varfër dhe pafuqishme, thot kam nevojë që të vish në ndihmosh në shtëpi, thot kam një bele kam një kështu. Po thot për shkak se çfarë Imam Ibn Qayyim ka përmendur këtë, më parë thoshte që ky djalë ishte shumë i zellshëm në punë të mira, e nuk mundte që t'i kalonte kjo vepër kështu. Shkon në shtëpi ky djali, atëherë kjo falltori e nxjerr të vajzën. Përpiqet kjo vajza të bëjë diçka, ishte e pamundur. Pasi që i humbi shpresat kjo vajza, atëherë bërtiti më të madhe. Ndihmi sa po mëson po dhunon e tjerë. Thuan transmetim, kanë ardhur, e kanë lidhur, e kanë rrafur e tjerë. Një ditë vërtet nuk e shikon Omeri edhe mamën. Nuk e shikon. Thotë ku është? Ja sjellin aty, kur shikon atë gjendje, Omeri i drejtohet Allahut, Allah mos më lë mu të zhgënjej më ky person, për shkak se kam mendim të mirë ndaj atij. Kur e tregon ngjarjen e ky person në Omeri radhiyallahu anhu, vetë dhe e merr me këtë plakën, i bën presion se plakën i tregoi të vërtetën, kjo fallxhori e tregon të vërtetën, po thotë unë futa në kurrë. Atëherë Omeri gëzohet shumë dhe thotë i fjalë të madhe, thotë e falenderoj Allahun azza wa jall që në mesin ton është një person sikur si Yusufi alayhi salatu wassalam. E falenderoj Allahun që në mesin në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që nga një person si Yusufi alayhi salam. Për shkak se një vepër të tillë e ka bërë edhe Yusufi alayhi salam se zhvije domethënë ngjarja e tij. Allahu Allahu azza wa jalla që na bëj për atyre të cilët Allahu azza wa jalla është i kënaqur me veprat e tyre të ndiqin të njerëz për shkak se Allahu azza wa jalla u kënaq për ta, lutja Allahu për të dhe lutni Allahu se vërtet Allahu është falës. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Gjithashtu për treguar domethënë për ta kuptuar këtë jetë pranor që përmendëm në fillim të hutbes, një ngjarje tjetër e kanë regjistruar në fesirinë me dy sahabinë të mëdhenj. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu. Përpara luftës së Uhudit, përpara betejës së Uhudit, takohet një me Abdullah ibn Jahsh, një sahab tjetër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky Abdullah ibn Jahsh i thot Sa'd, po Sa'd, a uleni i bën dua Allahut para se ta takojmë armikun? I thot Sa'd, po pse ulet?
Abdullah ibn Jahsh i rinë durë tek Allahu me këtë dua. Allahumma, o Zot, in laqitu ghadan aduwan, falaqini rajulan shadid. O Allah, o Zot i botër, nëse unë nesër në luftën e Uhudit e takoj armikun, më bë mua, ma mundëso mua që takoj me një burr shumë të rreth, të ashtë, me qëllim, që thot, që të më presi mua Uhudin bashkë me dy veshë. Edhe kështu ndodhi. Thot, Saadi thot, u vërsul thot në Uhud dhe në vërtet ashtu ndodhi. Edhe thot, në të dua, thoshte ky sahabiu, wallah, duhet që të më takosh nesër një burr shumë të ashtur që ai më bëj këtë mua. Me qëllim që kur takohem me ty nesër, o Abdullah ibn Jahsh, pse e bëre këtë? Pse kërkove që të bëhesh kjo nga armiku yt? Atëherë, mund të përgjigjem Abdullah që këtë e kam bërë vetëm për fikën tënde, vetëm për fikën tënde. Dhe thot, ky sahabiu Sa'd ibn Abi Waqqas, më vonë thot, o profeti Allahu, wallahi asnjë nuk kishte mundësi që ta bënte këtë vepër. Nuk mundën ti sahabit e tjerë të bëshin të vepër, për shkak se në luftën e Uhudit, siç e dini, ndodhi një sim, domethënë nga ana e disa sahabëve, edhe kështu u mund. Fillimisht domethënë. Edhe kështu ky sahabi i profetit Allahut nuk kishte mundësi ta bëjë veprën e tij. Domethënë nga kjo shifet, domethënë vepra e madhe që kanë pasur të njerëz me Allahun Azza wa Jall. Ata ishin ata njerëz të cilët e zbatuan ajetin kuranor, wallahu Azza wa Jall thot, o ju që jeni besuar, udkhulu fi silmi kafa. O ju që jeni besuar, hyni në fe tërësisht. Hyni në fe tërësisht dhe jo pjesërisht. Jo të zbatuan të këtë një. Sa i ndalosh dhe tjetërës jo. Por se sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i zbatuan me përpikëmëri ato që thoshte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe si pasojë e kësaj Allahu Azza wa Jall u kënaq me ata. Sikurse tha Allahu në ajetin kuranor që të mëmbëm, që për sa i përket muhaxhirëve dhe ansarëve, dhe ata të cilët i pasuan tan veprat e tyre, Allahu Azza wa Jall u kënaq me ata dhe ata u kënaqen me Allahun subhanahu wa taala. Unë me kaq që Allahu subhanahu wa taala të na bëjë për atyre të cilët i pasojnë të njerëz të mëdhenj, e pasojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala të në bërë prej banorëve të xhennemit, në arrin nga zjarri i xhennemit, dhe dënimi i varrit, nga shtrovët e xhalit. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala për vete dhe për ju, dhe ju lutin Allahun dhe flisni kamet.